vendosjes, kryerjes së diversionit, organizimit të personave të tjerë, me qëllim që të shtonin në radhët e saj dhe të zhvillimit të agitacionit dhe propagandës të tjerë. Për të të ti rreth aktakuzës. Është e vërtet kjo? Përse rreth ti dakord? Përse rreth dakord ti? Për çfarë? Për t'u arratisur. Për t'u arratisur. Shok të tjerë veç këtyre dyve të tregojnë? Jo. Të tregojnë. Këtë mbaje mirë parasysh. Ti dhe të pandeurit e tjerë. Çfarë more përsipër? Çfarë të tha luftari? Çfarë akti diversioni do kryen? Dhe ti ishe dakord të kryerit aktin e diversionit? Pse do e bënit këtë gjë? Shpjegohu. Çaj mburte muzikën italiane, mburte muzika huaj, muzika e jazzit, Cila muzikë? Ti pëlqen atje? Muzika e lehtë italiane? Po. Gjermane? Amerikane? Apo muzika jonë popullore? Në mbështetjet e nëneve 278, 279 dhe 284 të Kodit Procedurës Penale vendosi të deklarojë fajtor të pandeurit Riza Ahmet Azizi, luftëtar Sako Protoduari, ushtar Muço Çopo dhe Muharrem Sako Protoduari, sepse kanë formuar një organizatë kriminale kundër pushtetit popullor sipas planit të të cilës kanë parashikuar dhe kanë bërë veprime përgatitore për t'u arrestisuar. Përfundimisht i dënon luftëtar Protoduarin me vdekje, pushkatim, Riza Azizin me vdekje, pushkatim, me vdekje, pushkatim, me vdekje, pushkatim, me vdekje, pushkatim, me vdekje, pushkatim. U shpall në klubin e kombinatit tekstileve në Berak në 7 janar 1978. Seanca mbytet.